Ky mbrohet në liri, djali jam është në Varreza. Më vendos drejtësia për dikon i cili ka shkaktuar 2 vdekje. Nuk na kthej djali, po ky duhet me marrë dënimin e merituar. Atë djali kem pas, nuk kemi fëmijë tjetër. Në momentin kur ka ndodhur rasti, kanë filluar edhe hetimet edhe gjykata themelore, ka dhënë 5 vite gjyq. Pala mbrojtëse ankur në gjykatën e apeli dënu 7. Pastaj ka ardhur ankimi të gjykatës supreme. Edhe një herë u kthyn në gjykatë themelore. Kjo është hera 8 që em ka vim në këto seanca gjyqësore. Unë jam si prind, vetëm këtë djalë kem pas. Ne kemi gjetë me një nukse dhe 2 mbesa që ne kalon. Nuk mund me thonë që nuk ka fik shtëpia se kemi 2 mbesa, por djalin nuk e kemi më. Djalin nuk ka thënë asgjë. As dënimi me 10, 20, ne po edhe 100 vjet nuk na kthej djali. Po ky duhet me marrë dënimin e merituar. Shkaktari nuk ka ardhur që thojnë me popull e shkruar, ka qenë, po ka ardhur prej pagudësisë së shoferit të makinës civile. Ky mbrohet në liri, djali jam është në Varreza, edhe po presë ndërsi. Ai besojmë ndërsisë. Duhet me i besu drejtësisë, një drejtësie që u derdh gjak të vepron këtë drejtësia. U derdh gjak në këtë Kosovë, jo 89, po me vite për më pas këtë shtet. Shumë e vështirë, shoqja ose gruaja apo nëna e djalit ka qenë dyrë ka përfunduar në spital. O bajt me emergjencë prej dëshmive të lëshme me thonë nështë dhe turshme. Në momentin kanë qenë të angazhuar 2 eksperta trafikut. Njëri që ka caktu prokuria, shteti, njëri që ka caktu familja që është i paguar ai prej familjes. Ka pas kundërshti në këto dy ekspertiza. Kuptohet që ai që është i paguar familjes, ai është i paguar. Ka mujt me hup edhe autoritetin e vetë, imazhin i profesorit që ka ose një eksperti, pse ka qenë i paguar. Ana ati ka qenë që ka ona e shoferit gasit privat, dësa ky e ka fajsu atë. Ka mëlloj eksperti i caktuar nga prokuria. Tash super ekspertiza nga profesorat. E kam bindjen edhe shpresën që këta do ta japin atë vullin e drejtësisë për shkak e titullit që kanë, për shkak reputacionit që kanë, për shkak profesionalizmit që kanë. Është dhimbshme kur hup një person i dashur, por edhe më dhimbshme është kur jeta hup kuptimin e vet. E neve ne ka hup jeta kuptimin e vet, si nana e bab. Kuptohet edhe 2 çikat do të rriten pa bab, edhe gruaja do ta vazhdon jetën pa burr. Atë djali kem pas, nuk kemi fëmijë tjetër. Kemi godit mund zemër. Nuk je vetëm nga aty ka me 10, me 100 tjerë pjesëtar, ka kamësor, ka lloj automete, këtu veç aeroplana që nuk zbresin në këto rrugë tona. Çka do vje pa dashje, kuptohet, po kjo pa dashje është pagudësia. Ose shoferit, shpejtësia, kyçja në trafik, alkooli, droga, edhe ose shka do që tjetër. Gati çdo ditë ne jetojmë me djalin, me kujtime. Shumë. Procesi ka fillu prafërsisht që 2 vjet e gjys. Gjykata themelore në Gjakov me një afat kohor shumë të mirë, besoj që ka dhënë një dënim 5 vjet e gjys. Ankesat kanë shkuar në apel, apeli e ka bërë prej 5 vjet e gjys në 7 e gjys dënimin. Pastaj gjykata supreme ka kthyer në regjikim. Tash jemi të prit. Janë konë 2 ekspertiza që e mballafaqu deri sot. Ekspertiza shtetërore dhe përget ajo private. Sot kanë ardhur ekspertat prej fakultetit teknik. E kemi ndëgju një ekspert, po presim me ndëgju dytën, dhe po presim sa po ndodh. Ky proces? Në përgjithësi ka shku në rregull procesi deri te kthimi në gjykim. Deklaratat e dëshmitarëve, ç'keni bërë? Deklaratat e dëshmitarëve, disa kanë ardhur, disa s'kanë ardhur. Arsyet e dëshmitarëve në konë që ata janë pajtuar, nuk kanë diçka personale me shkaktorin e aksidentit, por nuk kemi asnjë diçka personale me ta. Vetëm po presim më vendos drejtësia për dikon i cili ka shkaktuar 2 vdekje.
Po di, ata janë konë detyrë. Është i njëjti san sikur ata që kanë vdekë në autoambulancë, sikur dikush me i dalë një kjerrit policisë për para që është intervenim, s'po di, është. Po presim maksimumin e dënimit, tash të shohim.